Gjeneta Fetahu pas daljes nga BBV, ka konfirmuar lidhjen e re. Ajo së fundmi tregoi edhe një detaj tepër të rëndësishëm për personin që ja ka marrë zemrën. Sipas burimeve të afërta, ajo ka ndarë informacione për planet e saj të ardhshme dhe gjithashtu për marrëdhënien që po zhvillohet me intensitet të lartë. Në një bisedë të rastësishme, ajo shpërtheu në emocione duke folur për ndjenjat e saj dhe për të ardhmen, duke shtuar se është e lumtur dhe e plotësuar. Ajo në mënyrë indirekte tha se do të shkojë nuse në Zvicër. Ky është një lajm i jashtëzakonshëm për fansat e saj, të cilët e kanë ndjekur me interes jetëshkrimin e saj në ekran. Plani për të bërë nuse në një vend të tillë si Zvicëri tregon se lidhja e saj është serioze dhe e angazhuar. Kujtojmë që Gjeneta në aventurën e saj në BBVK, sipas saj la pezull lidhjen me Gjestin. Ky vendim ka shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit e saj, të cilët janë të interesuar për arsyet pas një ndarjeje të tillë. Disa prej tyre kanë spekuluar se ndarja ishte e nevojshme për të lejuar të dy personat të përqendrohen në vetveten, ndërsa të tjerë besojnë se është një hap më shumë në karrierën e saj. Sot, Gjeneta duket se ka gjetur paqen dhe dashurinë tek partneri i saj i ri, për të cilin gjithashtu ka zbuluar se ai është një person shumë mbështetës. Ajo e përshkroi partnerin si një njeri që e inkurajon të arrijë ëndrat e saj dhe që ka besim në aftësitë e saj si artiste. Përveç kësaj, Gjeneta ka ndarë se si lidhja e saj e re ka ndikuar pozitivisht në jetën e saj profesionale. Ajo thotë se ndihet më krijuese dhe energjike, dhe se kjo e ndihmon të përmirësojë punën e saj si në muzikë, ashtu edhe në projekte të tjera. Meqense jeta e saj personale po bëhet gjithnjë e më shumë në qendër të vëmendjes, Gjeneta pret që fansat të mbështesin zgjedhjet e saj dhe të respektojnë privatësinë e saj. Ajo gjithashtu ka pohuar se është e hapur për të ndarë më shumë detaje në të ardhmen, nëse ajo ndjen se tani është koha e duhur për ta bërë këtë. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, ajo thekson se është e rëndësishme të gjesh dikë që të kupton dhe të përkrah. Përveç lidhjes romantike, ajo inkurajon njerëzit të ndjekin ëndrat e tyre dhe të mos heqin dorë nga dashuria për vetveten, sepse kjo është çelësi i çdo suksesi. Gjeneta është një shembull i shkëlqyer i kësaj filozofie, duke treguar se asnjëherë nuk është vonë për të gjetur dashurinë dhe për të ndjekur